Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një më. Këtë javë kemi pas zhvillime të shumta në fushën e sigurisë. Kemi pas disa arrestime dhe disa incidente ndëretnike të cilat do i trajtojmë në pjesën e dytë të këtij emisioni. Gjatë javës kemi pasur edhe një tragjedi. Një punëtor vdeq pasi u zë nga dheu i cili rrëshqiti në një objekt që po ndërtohej në Prishtinë. Kolegu Egzanda Sylla ka gjërmua në shkaktarët e tragjedisë ku humbi jetën një punëtor në Prishtinë dhe do na sjell një reportazh nga kjo ngjarje. Shikues të nderuar, brenda 2 ditëve në Prishtinë janë shembur 2 hapësira ku po ndërtohen objektet e larta. Në njërin prej tyre ka vdekur një punëtor, ndërsa në objektin tjetër ka pasur dëm materiale, por nuk ka të lënduar. Kjo nuk është hera parë që në Prishtinë kemi rrëshqitje të dhëut dhe shembje të hapësirave përreth zonave ku po ndërtohen objekte shumëkatëse. Ndërtuesit e banesave në disa raste është konstatuar se nuk i respektojnë kërkesa ligjore për të siguruar zonën e ndërtimit. Por ju shpjegojmë thjesht për të kuptuar se çka duhet të ndodhë në këto situata. Kur ndërtuesit aplikojnë për të marrë lejen e ndërtimit, ata duhet t'i dëshmojnë komunës edhe planin se si do të zhvillohet ndërtimi. Në këtë plan hyn edhe siguria e zonës dhe parandalimi i rrëshqitjes së dhëut, apo shembjes së parcelave përreth. Në zonat urbane, siç është Prishtina, ku ndërtimet duhet të shkojnë disa kate nën tokë, siguria e vendpunishtes kryhet me pilota apo rrethoj e beton armes, e cila futet disa dhjetra metra nën tokë dhe parandalon rrëshqitjen e dhëut. Ky proces për një objekt ndërtimi kushton nga 200 deri në 500.000 euro, varësisht thellësisë dhe hapësirës ku të zhvillohet ndërtimi. Por sinjalizues të Kallëzo.com na kanë treguar se kompanitë nuk e përmbushin këtë obligim dhe kështu përfitojnë qindra mijëra euro në fazën e parë të ndërtimit. Sipas ligjit, çdo ndërtim me leje në Prishtinë duhet të mbikëqyrët nga inspektorët e ndërtimit. Këta zyrtarë punojnë në drejtorinë që deri para disa ditësh është udhëhequr nga Florian Dushi, ndërsa sot udhëhiqet nga Bekim Bestrovci. Sipas ligjit, në çdo projekt ndërtues ku nuk respektohen këto standarde, komuna duhet të vendosë shiritat dhe të ndalojë punimet. 2 shembjet që kanë ndodhur janë për shkak se zona nuk ishte siguruar sipas standardeve, ndërsa aty nuk ka pasur shirita të vendosur nga komuna, por punimet ishin duke vazhduar në ditët kur ndodhen incidentet. Do nisim rrugtimin ton për të kuptuar nëse në këto 2 hapësira komuna kishte kryer inspektime dhe nëse inspektorati i ndërtimit e kishte kryer punën sipas ligjit. Adresa parë është drejtoria e inspektoratit të Prishtinës. Kjo drejtori është përgjegjëse të mbikëqyrë ndërtimet, sidomos këto të lartat, duke kontrolluar nëse janë vendosur pilotat apo teknikat e tjera të sigurimit të vendpunishtes. Pra, drejtori i inspeksionit të Bekim Bestrovci nuk po na hap telefonin edhe me na tregua po na pranon në intervistë apo jo, por me na fol për procedurat që i ka ndërmarrë inspeksioni i Prishtinës në lidhje me 2 raste të rrëshqitjes së dhëut së fundmi në lagjen Vetanik dhe në lagjen Velania të Prishtinës. Fola edhe me zyrtarët unë ligjor, po edhe me drejtorin derisa prokuroria nuk del me një vendim ose me një njoftim nuk guxojmë kur gjë me prononcu. Se me ligj, me rregull i bën që s'mujna me bon kur gjë më shumë. Derisa prokuroria të thotë diçka, mandej mujna mu prononcu. Po pikërisht masi s'ka vendim prej ose njoftim prej prokurorisë, s'po besoj që është diçka që i prish punë. Ata duhet me dalë me një vendim mas pare, mandej na mu prononcu. Po që ata nuk mundin e me bon kur sa. Aha. E drejtore, a fole me drejtoren, s'po pranon kur qysha? Me drejtorin pikërisht, do me thonë pa thonë diçka prokuroria nuk mund se mund me doktu naj palë se naj proces ose diçka, kështu që pa thonë ata diçka nuk mundet me jap prononcim. Drejtori i inspeksionit në komunë të Prishtinës Bekim Bestrovci nuk na pranoi në intervistë për me na fol në lidhje me veprimet që i kanë marrë inspeksioni i komunës Prishtinës në lidhje me vendpunishtet ku ka rrëshqit dheu në ditët e fundit, pra në lagjen Vetanik ku vdiq një person, si dhe në lagjen Velania. Na po presim këtu edhe po provojmë me marrë një përgjigje prej drejtorit Bestrovci. Drejtoria e inspeksionit në kryeqytet është përgjegjëse për të inspektuar nëse kompanitë që ndërtojnë shumëkatëshe në Prishtinë i kanë respektuar kriteret e lejeve të ndërtimit. Në lejen e ndërtimit janë përcaktuar edhe kushtet për të siguruar vendpunishte.
Për 2 ditë me radhë kemi tentuar të marrim informacione nëse objektet ku shem dhau ishin inspektuar nga inspektorët e kryeqytetit. Sot me 8 prill është hera 2 që vim të drejtoria e inspeksionit në komunën e Prishtinës për me kërku një intervistë me drejtorin Bekim Bestrosi në lidhje me shembin e dheut që ka ndodhur në lagjen Veternik të Prishtinës me datën 5 prill, ku si pasoj ka vdekur një person. Asistentja drejtorit Fatrinda Bajrami na tha që momentalisht drejtori nuk gjendet as në drejtorinë e inspeksionit, po as në drejtorinë e shërbimeve publike, ku gjithashtu ai është drejtor. Na kena me insistu prap përmes telefonit, qoftë edhe përmes emailit, që më marrë një përgjigje prej drejtorisë së inspeksionit në lidhje me procedurat që kanë ndodhur para shembjes së dheut, por edhe pas shembjes së dheut. Drejtori i inspeksionit në komunën e Prishtinës Bekim Bestrosi refuzon të jap intervistë për këtë çështje. Ai e ka marrë mandatin pak ditë më parë, ndërsa përgjegjësitë e tij deri para disa javësh i ushtronte Florian Dushi, i cili për momentin në Prishtinë ka përgjegjësinë e nënkryetarit të komunës. Pasi drejtori i inspeksionit Bekim Bestrosi nuk na pranoi në intervistë, na po provojmë me thirr Florian Dushin, i cili deri para rreth një muaji ka qenë drejtori i inspeksionit, ndërsa tash është nënkryetari i komunës së Prishtinës. Urna, Alo, përshëndetje zotri Dushi. përshëndetje. Jo me Gzoni, gazetor në kallzo.com. Arsyeja që thirra është në lidhje me këtë vend punishtën ku ndodhi incidenti para rreth 2 dite që vdes një person. Edhe deshta me të pyet në kohën sa keni qenë ju drejtori inspeksionit, a ka pas ndonjë vendim për ndalim të punimeve? Nuk më kujtohet sa ato vendime të inspektorëve. Doni me thirrë inspektorin e rastit. Po kem të drejtoria e inspeksionit, po nuk po na pranojnë në intervistë. Edhe deshta me ditë a keni informata a ka pas vendim për ndalim të punimeve. Për bes nuk më kujtohet. Mirë, a din sa për shembull sa inspektime janë bërë te kjo vend punishte? Ja, nuk di, nuk i di këto detaje. Mirë, Mi dit. po. Mi dit to i din bes inspektori. Po të kuptoj. Mirë, Qani për vytjet me shkrim zyrën për informim dhe ata përgjigjen. po ata po hezitojnë për shkak se po arsitojnë që kanë filluar hetimet nga prokuroria dhe për çet arsye po hezitojnë me jap informata. Mirë, unë kam edhe një pyetje në kohën sa keni qenë ju drejtor i inspeksionit, a din sa gjoba janë shqiptu ose është marrë ndonjë vendim për mos vendosje të pilotave. Pilotat janë ajo metoda që siguron vend punishtën, pra për mos më ushqit dheu. Po, ka pasur gjoba ndërprimeve edhe detyrimi vendos. Ka pasur, nuk e di për raste të tilla ka pas mjaft. Okej. E sa inspektorë keni pas për inspektim të ndërtimeve, sa keni qenë drejtor? Deri në mars të vitit kaluar merreni me men, i kemi qenë vetëm me 5. A janë të mjaftueshëm këto për inspektimin e? Jo, mos janë mjaftueshëm as 4-5 fisë tyne. Po nuk vinë me thonë drejtën për shkak të pagave të ulta. 2-3 herë kemi përsërit konkursin edhe nuk aplikojnë. Sa i kanë pagat? Për besë se nuk ka bëjt i korë 600-700 euro. Dushi në përgjigjen e tij ka kërkuar që pyetjet të dërgohen me shkrim. Ekipi kallzo.com i ka dërguar pyetjet me datën 8 prill në adresë të komunës, mirëpo përgjigjet nuk janë pranuar. Për t'ju sqaruar, ekipi kallzo.com për disa muaj me radhë ka kërkuar nga Komuna e Prishtinës qasjen e dosjen e inspektoratit, në të cilat ruan të dhënat e inspektimeve për këto çështje, mirëpo komuna nuk ka dhënë qasje me arsyetimin se ato kanë volum të madh. Saktësisht, shikues të nderuar, ne kemi kërkuar të nxjerrim nga dosjet e komunës raportet që inspektorët e ndërtimit i dërgojnë e në të cilat komuna nuk ka marrë veprime. Kjo qasje nuk na është mundsuar nga Komuna e Prishtinës.
Përveç ish drejtorit Florian Dushi, ne kemi tentuar me marrë përgjigje edhe prej Ardian Mohadrit, që është udhëhec në drejtorinë e inspeksionit në Prishtinë, por gjithashtu edhe ai na tha se nuk i ka informatat e plota rreth rastit. Masi ish drejtori i inspeksionit të Florian Dushi nuk i pat informatat e plota, tha se nuk i kujtohen, po provojmë na me thirr Ardian Mohadri, i cili është një farë udhëheci në inspektoratin e komunës së Prishtinës, pra në drejtorinë e inspeksionit. Nuk di që keni thirrur. Për momentin nuk. Pra, Ardian Mohadri nga drejtoria e inspeksionit në komunën e Prishtinës, për momentin nuk është i qasshëm. Na kena me provua prapë me marrë përgjigje prej tij. Ajo çka po doj me ditë është se a ka pas vendim prej inspektoratit të komunës së Prishtinës për ndalim të punimeve në vendpunishten në lagjën veterinik të Prishtinës, ku edhe vdiq një person si pasojë e rrshqitjes së dheut, dhe sa vendime të tilla ka pas përgjatë vitit 2024 në komunën e Prishtinës. Gjithashtu po doj me ditë a ka pas vendime ose gjoba për mos vendosje të pilotave. Pra pilotat është metoda që vendosen në një vend punishte për sigurimin e vend punishtes që mos me rrshqit dheu. Po provojmë me thirr edhe një herë Ardian Mohadrin nga drejtoria e inspeksionit në komunën e Prishtinës për me marrë më shumë informata rreth rastit. Alo, përshëndetje zotri Mohadri. Tjetha. Jo me Gzoni, gazetar në kallzo.com. Çushja? Mirë, falënderit. Mirë, në mrahat. Arsyeja që të thirra është në lidhje me këtë rastin e vendpunishtes në veterinik, ky rasti tragjik që ndodhi para 2-3 ditëve. Po. Edhe deshta me të pyet, a ka pas ndonjë vendim për ndalim të punimeve nga drejtoria e inspeksionit? Ndëgjëm. Po. Munësh me sonë jam në pushim që një 2 javë ditë. Apo? Po, edhe për të shkallë edhe shëndetësore, munësh më drejtu me shkrim, me dërgu një email, edhe të komuna, të zyra për media. Okej. Edhe ata orientojnë inspekcion se nuk i di detajt për best. Aha. Edhe si landë, do me thonë se kem shumë landë dhe me të thonë drejtën nuk i di detajt. Munësh me dërgu një email dhe ata ju njoftojnë zëtarisht nëpërmjet emailit çka është, çu është tek është. Mirë, a din kush ka qenë inspektor përgjegjës për landën në fjalë? Nuk e di sepse këto landë dohen sipas në radhës, se tash në lista përmendur nuk i di, kështu nuk kam me vete kurrë pi listave, po ata orientojnë, ju kallëzojnë këtë kush është, çka ka në landë, gjithçka ju informojnë. Po, mirë, kam edhe një pyetje. A din për shembull gjatë vitit 2024 sa vendime janë marrë ose sa gjoba në lidhje për mos vendosje të pilotave në vend punishte? Për përmendur nuk e di. Ka veprime që kanë bo, po nuk e di përmendur. Munësh edhe si pyetje me ushtruat, edhe të kthejmë përgjigje. Aha, në rregull. Faleminderit shumë. Komuna e Prishtinës nuk ishte në gjendje të na ofrojë një përgjigje para kamerës rreth procedurave që janë ndërmarrë para rastit tragjik dhe pas këtij rasti tragjik. Blerimi Grishta është prokuror i cili po heton ngjarjen ku vdiq 40 vjeçari. Në një bisedë në telefon, i Grishta ka konfirmuar se janë duke pritur raportet zyrtare për të kontrolluar nëse inspektorët kishin përgjegjësi në këtë rast. Alo, përshëndetje prokuror. Po. Gzoni prej kallzo.com që e bëm sot intervistën. Të dy rastet, po sidomos te ky rasti i veterinikut, aty është një inspektor i ndërtimit që është dashur me mbikëqyr punimet që ka shku procesi. Edhe po më intereson me ditë, a keni më zgjeruar, si më thonë, hetimet edhe për ka inspektorati? Ja, realisht na merrem veç me rastin që ka ndodhur. E tash normal që e kërkojmë raportin edhe prej inspektoratit të komunës, edhe prej inspektorit punës, edhe vendimin e komunës kur është dhënë leja, e kompletojmë komplet dokumentacionin. A keni me kërku, si më thonë, çdo dokumentacionin mikqysh ka vepru kë inspektori i rastit? Po, ne jemi të i prit, unë tash edhe sot jena të i prit
raportet edhe për inspektorit punës edhe për inspektorëve tjerë të komunës, mirë që me kompletu dokumentacionin. Për të sqaruar situatën deri në fund, ne kemi vizituar edhe 2 vend punishtet ku ka pasur shembje të dheut. Të dyja kompanitë që janë investitorë në këto vend punishte nuk kanë pranuar me u deklaru, kur i kemi treguar që jemi gazetar dhe po dojmë me ditë më shumë rreth rastit. Ndërsa avokatja Bedria Rexhepi, që është avokate e personit të arrestuar në lidhje me rastin e Vetanek, ka thënë që për momentin nuk mundet me dhënë informata për shkak se rasti është ende në fazën fillestare. Në vend punishten prapa meje me datën 5 prill ka vdekur një punëtor si pasojë e rrshitjes së dheut. Na jemi këtu në vendin e ngjarjes edhe po provojmë me thirr kompaninë që është investitore e këtij projekti, pra kompaninë Alp Design, edhe me pyet konkretisht çka ka ndodhur. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Apo flas me zotrin Nisa Ejupi nga kompania Alp Design apo? Po. I ndërru unë jam Egzoni, jam gazetar në kallzo.com, qyshja? Egzon, jam në zonë me dhe Musafir. Deshta me të pytë më në lidhe me këtë rastin që ka ndodhur. Pra, Isa Ejupi, njërin nga pronarët e kompanisë Alp Design, si e kuptoj kush jemi na ndali telefonin. Tash po provoj me thirr avokatën Bedria Rexhepi, e cila është avokate e të dyshuarit i cili është arrestuar nga policia e Kosovës me inicialet APK. Alo, Alo, përshëndetje avokate. përshëndetje. Jam Egzoni, gazetar në kallzo.com. Po, e san? Edhe deshta me ditë në çfarë cilësi është tu dyshu Me të drejtën, për momentin e kjo në jam jashtë vendit. Aha. Kam utu në Shqipëri, edhe nuk është që muj me tonë informacion se është shumë herë kjo në fazën e jetimeve. Okej. Po besoj që gjatë ditëve në vazhdim muj me tonë informacione ma shumë. Po, e qartë. Për shkak se që sa unë kam informacione, jetim ka qenë vetëm në kontraktor, shohim tash me të dhe me ndërtusin të drejtor të pjekit, andira është të marrë dhe inspektoriat e komunës edhe i punës, kështë që besoj që mas një javë dhe vite që se mujna me pas ma shumë informacion. Për të tretë po provojmë me thirr Dardan Ramën, që është njëri nga pronarët e kompanisë Izolimit Trade. Kjo kompani pra është nën kontraktor tek vendpunishtja ku ka ndodhur incidenti me datën 5 prill. Pra, Dardan Rama, njëri nga 3 pronarët e kompanisë Izolimit Trade, nuk është i qasshëm përmes telefonit, edhe pse më herët gjatë ditës na premtoi se do të flas me ne në telefon edhe me na sqaru më shumë rreth situatës që ka ndodhur. Në vendpunishtën ku gjendemi tash, që ndodhet në lagjin Velania të Prishtinës, është një tjetër rast ku ka pas rreshitje të dheut me datën 6 prill. Por kësaj radhe fatmirësisht nuk ka pas as të lënduar as me pasojë në njerëz. Unë po provoj me thirr kompaninë Gështenja, e cila është duke i kry punimet këtu, edhe më pyet për më shumë se çka ka ndodhur konkretisht. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Apo flas me zotrin Qamil Hadërgjonën nga kompania Gështenja, apo? Po. I ndërru unë me Egzoni, jam gazetar në kallzo.com, edhe deshta me të pyetje në lidhje me këtë rastin që ka ndodhur me 6 prill, ku ka rreshit dhau në këtë vendpunishtën ku jeni tu investu, pra në lagjin Velania në Prishtinë. Po. Deshta me të pyet, a keni pas inspektime paraprakisht para se me ndodh rasti prej komunës së Prishtinës në vendpunishte? Pra, Qamil Hadërgjonaj, pronari i kompanisë Gështenja, kur e kuptoj kush jemi edhe kur e dëgjoj pyetjen, e ndali telefonin edhe mo nuk po i përgjigjet thirrjeve telefonike.
as komuna Prishtinës e as kompanitë që janë duke kryer punime në 2 lokacione në Prishtinë, ku pati shembje të dheut në datat 5 dhe 6 prill, nuk po japin informacione se çka ka ndodhur saktësisht. Arsim Rapuca është kryetari i Odës së Inxhinierëve të Ndërtimit të Kosovës. Ai pranon të flasë publikisht për arsyet se pse kompanitë i shmangin sigurinë në vend punishte dhe përfitimet që ato i kanë. Të marrë parasysh të rasti fundit që ka ndodhur, ç'është bëhet sigurimi i gropës edhe vend punishtes, çfarë metoda? Po, ka disa metoda për mbrojtjen e gropës ndërtimore, por e para është do të më bëjë sigurimi i punishtes. Vend punishtja ku ndërtohet objekti duhet të rrethohet. E para. Mandej sigurimi i gropës ndërtimore varësisht prej thellësisë edhe dheut, siç e thash, ka disa metoda. Metoda e parë është metoda me anë të gërmimit të skarpateve. Pra gërmohet dheu në pjersi, po ajo pjersi do të më bën në atë formë, në atë mënyrë do të më kalkulu, varësisht nga parametrat e dheut, në atë mënyrë që mos me ndodhë shitja. Do të më marr parasysh gjitha rrethonat. Dheun, fërkimin e dheut, kohezionin, lagështia kur bjen në shirat, edhe në fund projektohet skarpata me pjersi caktuar, po ajo do të më realizohet në teren. Jo mu projektu ndryshe, mu realizu ndryshe. Kjo është një prej metodave, kjo përdoret kur nuk ka thellësi të mëdha të gërmimit. Mirë, po kur ka thellësi të mëdha të gërmimit, janë metoda tjera, metoda për shembull me anë pilotave betonarme, të cilat mund të qenë pilota të veçuar ose me kafshim, dy lloje janë, mandej është me anë diafragmave. Varësisht prej thellësisë edhe pilotat kanë disa karakteristika, kanë edhe mundësinë edhe ato bëhen edhe me ankerimin në thellësi, kur hyhet në thellësi shumë të mëdha, edhe ato kalkulohen bazë parametrave të dheut dhe thellësisë faktikisht së gropës ndërtimore. Por kjo është e domosdoshme, sepse jeta e njeriut është e para. Po, përveç e domosdoshme, janë obligative sipas ligjit? Po, janë obligative gjithsesi mbrojtja është sepse ajo jo vetëm që e rrezikon jetën e njerit, e rrezikon edhe përreth, ambientin përreth, objektet përreth, kjo është obligative, për me marrë në leje ndërtimore, duhet patjetër me pas obligative me pas sigurimin e gropës ndërtimore. Po, për shembull pilotat ose edhe diafragma, si kosto janë të shtrejta mu bë? Po, për shembull që një investitor për me rujt pare me thonë s'pi bëj pilotat edhe po vazhdoj me punime. Po, kemi ndëgju kësi raste kur tentojnë investitorët me ikë punimit të gropës ndërtimore me pilota ose me diafragma, sepse këto ka një kost jashtëzakonisht madh dhe ngritën kostën e investimit. Për atë arsye tentojnë me ikë kësaj, tentojnë me bë metode zgjidhje tjera, mirë po kur është në thellësi, atëherë është patjetër që duhet më realizu për me mbrojt. Po, është kosto e mbrojtjes ndërtimore është jashtëzakonisht e lartë, për atë arsye shpesh investitorit për shkak të fitimeve të tyre ndoshta më të mira tentojnë t'i shmangin ndërtimit të këtyre, ose nganjëherë ndoshta edhe tentojnë t'i shmangin edhe lezë ndërtimore. Sa prafërsisht mund me kushtu këto? A dihet në shifra? Nuk mund me thonë që mund me ngrit investimin, me shtrejtu investimin ndoshta dikon rreth 5%, deri në 10% mundin me thjesht me ngrit kostën e investimit. Tash krejt varet prej thellësisë, sa futem në tokë. Nëse ka thellësi të vogla, atëherë nuk e ngrit aq shumë, ndoshta faktikisht kostin e investimit, por kur ka thellësi të mëdha, atëherë gropat gjithmonë janë më të shtrejta. Edhe thellësia varet sa lart do me Qashtu, varësisht për ndërtimit të lartë objektit, edhe duhet më faktikisht janë parapar me standardet e ndërtimit, që duhet më fut edhe nën tokë, por më inkastru objektin në pjesën e nën tokës. Sipas ligjit, cilat janë përgjegjësitë e investitorit dhe cilat janë përgjegjësitë e ndërtuesit për sigurimin e vend punishtes edhe gropës? Përgjegjësitë janë të përbashkëta. Jo vetëm të investitorit, ndërtuesit, projektuesit, po edhe mbikëqyrësit, po edhe organeve shtetërore që është inspektoriati në këtë rast. Janë të përbashkëta sepse gjithë marrin pjesë pra në ndërtim. Duke filluar prej projektit duhet me përmbush standardet. Ai nuk përmbush standardet, duhet më kontrollu dikon. Nëse nuk i përmbush standardet, atëherë është përgjithës.
E dyta është investitori është kryesori, sepse ai do të më koni sigurt që një projekt i tij është projektuar sipas standardeve dhe i ndërtuar sipas standardeve, ka përgjegjësi. Nëse dyshon në gabimet projektit, do të më çu me kontrollu dikujt tjetër, dhe kompani më profesionale në mënyrë që projekti më koni i sakt. Mandej gjatë ndërtimit do të më pas kujdes, nëse shet që investor e ndërtuesi nuk i zbaton projektin, nuk i zbaton elementet e sigurisë, do të më kërku ose më ndërprer punën derisa ti marrin masat, po është përgjegjës kryesor investitori. Andaj edhe punëkryesi e ka obligim me siguru jetën e punëtorëve tyre. Amerikanët thonë që safety first, pra siguria është e para, jeta e njeriu është e para. Mandej edhe mbikëqyrësi nuk do të më toleru që një ndërtim nuk i përmbush çështjet e sigurisë sidomos. Gjithashtu edhe inspektorati do të me i punës inspektorati ndërtimore do të me bë kontrolle më të rrepta dhe nuk do të me pas kompromis në siguri. A ka kompetencë inspektorati i komunës me ndërprer punimet kur është që diçka s'është në rregull me vendpunishte me sigurinë e gropës? Po, inspektorati ka këtë detyrë. Nëse shet që nuk po zbatohet leja ndërtimore, nëse në lejen ndërtimore është para pa sigurimi i gropës ndërtimore, nëse nuk faktikisht e respekton punëkryesi ose investitori, ai e ka obligim me ndërprer automatikisht punimet. Automatikisht me blet derisa të sigurohet që ajo po bëhet në përputhje me projektin, edhe me lejen ndërtimore. Sipas përvojës tuaj, pse po ndodhin këto rrëshqitje dhëut? Kemi këtë javë, domethënë javën e kaluar që ka ndodhur një incident edhe ka vdekur një punëtor si pasojë e rrëshqitjes së dhëut. Pse po ndodhin? Po ndodhen këto raste sepse ndodhen këto devijime këtyre hallkave që përmana më herët. Shpesh mund më ndodh ose nuk respektohet projekti në terren. Për shembull, ka parë një gërbim me skarpate me një pjerësi të butë. Për shembull, atje në terren nuk e ngërgon për të thjesht për të kursy pak kostën e investimit, ose tenton vende ndoshta ka të parapame me bombrojtje me pilota ose diafragma, ose tenton investitorët shpesh tentojnë me viktin e gjanave për shkak të kostës. Mandej nuk ka defekte edhe gjatë realizimit të mbikëqyrjes, ka defekte tjera shumëta, të cilat disa defekte janë edhe në ligjin e ndërtimit, i cili së fundmi është bisedu që do të fillohet me korrigjimin, dhe po shpresojmë së shpejti ka me fillu komisioni punën me eliminu këto defekte, se shumë defekte gjatë ndërtimit ndodhen dhe vinë edhe për ligjin ndërtimit. Eksperti tregoi shumë mirë se sipas ligjit është e detyrueshme të bëhet sigurimi i vendpunishtes dhe i gropës para fillimit të ndërtimit. Por a ka qenë e parapar kjo me lejen e ndërtimit të lëshuar për kompaninë ku ka ndodhur rasti tragjik në Veternik? Këtë kemi tentuar me kuptuar nga drejtori i urbanizmit në Prishtinë, Florent Maliçi. Pasi që nuk e kemi gjetur numrin e tij, kemi kërkuar nga zëdhënësja e komunës Arlinda Kastrati që të na përcjell numrin e tij. Ajo ka thënë se drejtori nuk gjenden në Kosovë dhe ka kërkuar që të ja përcjellën pyetjet me shkrim. Përveç drejtori nuk është në Kosovë, është jashtë vendit, që fola me ta. Aha, në rregull, pra atë përshkruajmë. Pra arsye, veç më thanë që të dërgon me email, unë ja përcjell zyrtarët në urbanizëm dhe ta material që i kthen me email. U bon. Në rregull, pra. Faleminderit shumë. Përshëndes. Pra, zëdhënësja e komunës së Prishtinës Arlinda Kastrati nuk pranoi me na jap numrin e telefonit të drejtorit të urbanizmit Florent Maliçi për me pyet se sipas lejes ndërtimore a ka qenë e parapar vendosja e pilotave në vendpunishtën ku ka ndodhur incidenti me datën 5 prill. Ajo kërkoi që na me ja dërgu pyetjet me shkrim, kështu që na kena me dërgu pyetjet me shkrim dhe më provu me marr përgjigje prej tyre. Në lidhje me rastet e ndodhura në ditët e kaluara në terren, në të dy rastet, gropa ndërtimore ka qenë e parapar të sigurohet me pilota. Të bashkangjitur i gjeni situacionet për të dy rastet. Prokurori Blermi Grishta, i cili po të ngjarën, ka pranuar të ndojë disa informacione për rrethana se si ndodhi shembja e dhëut në Veternik. Prokuror, ka ndodhur një rast tragjik me datën 5 prill, ku një punëtor ka vdekur si pasojë e rrshitjes së dhëut në një vendpunishje këtu në Prishtinë. A na tregon në çfarë veprimesh keni ndërmarrë deri tash edhe në çfarë trajtimi është duke u rasti? Është e vërtetë se me datën 5 prill jemi njoftuar nga
ona e policisë në lagjen Veternik. Është një aksident i cili ka ndodhur me një vend pune, ku është sham një pjesë e dhëv dhe u dyshoj që janë lënduar 2 persona. Për fatin e keq tyre, informata ka dalë sakt. Kemi dalë në vendin e ngjarjes së pari policia bashkë me njësitë përcjellëse, forenziken, zjarfiksat edhe gjithë personat kompetent. Në vend ngjarjes ka dalë fillimisht edhe prokurori i krimeve trama. Derisa jam njoftuar dhona dhe kam dalë vendin e ngjarjes. Kur kemi shkuar aty kemi pasur se në vend ngjarje është një person i cili ka qenë pjesërisht i mbuluar prej dheut, edhe i njëjti ka pas lëndime në kom, ndërsa personi i dytë i cili fatkeqësisht edhe ka ndruar jetë, ka qenë i mbuluar tërësisht nga dheu. Janë marrë veprimet e nevojshme, e kemi nxjerr tash viktimen në njerin, edhe personin e lënduar e kemi dërguar në spital. Ndërsa për viktimen, fatkeqësisht i njëjti është dërguar pa shenja jete. Po, në çfarë drejtimi është tu rasti dhe tash është një person i arrestuar? Po, fillimisht është arrestuar një person i cili në bazë të dokumentacionit deri tash, sepse rasti ka ndodhur veç para 2 ditë dhe pothuajse në fazën fillestare të hetimeve, është arrestuar një person për cilin edhe është bërë kërkesë për shqiptimin e masës së sigurisë para burgimit, e që sot e ke marrë vendimin se të njëjtit ju ka caktuar edhe masa para burgimit, i cili në bazë dokumentacionit është personi përgjegjës për sigurinë e punëtorëve në punë, që nënkupton se hetimet kanë filluar për veprën penale të parapranimin 358, ku parashihen masat e sigurisë së punëtorëve në punë dhe heqja e pajisjeve të sigurisë. Po. Dhe tash po ashtu akvendim edhe fillim është hetuar edhe për personin juridik, firmën e cila ka qenë duke i kryer punimet dhe jemi në grumbullim të provave dhe informacioneve. Po, sa persona dhe tash janë që të Për rastin konkret është një person i arrestuar dhe i dyshuar, ndërsa po hetohet edhe personi juridik, firma e cila ka qenë duke i kryer punimet. Përgjithësi, jo rrallë, po shohim që po ndodhen kësi raste. Çka është të bëu prokuroria? Është e vërtetë se rastet e tilla kanë filluar të jenë më të shpeshta, për shkak edhe të punimeve që po bëhen në qytet, por prokuroria e Prishtinës, prokuroria themelore, e ka marrë prioritet që në vitin 2025 të merret shumë seriozisht me rastet e tilla, për shkak dhe me urdhën të kryeprokurorit të prokurorisë është caktuar një prokuror koordinator, i cili do të merret vetëm me rastet e tilla dhe në baza mujore do të raportoj të kryeprokurori për veprimet e ndërmarra në lidhje me këto raste. E ku parashihet që normal të thellohet bashkëpunimi edhe me inspektorat edhe me organe tjera kompetente dhe rastet e tilla të parandalohen, sepse është një dukuri edhe bukur e shpesht që po ndodh tek ne, e që për fat keq në shumicën e rasteve po kemi edhe humbje të njerëzve, jetave të njerëzve. Te rasti konkret, çka dyshohet që ka ndodhur, nuk është bo sigurimi i vend punishës siç duhet? Realisht fillimisht ne dyshojmë se nuk është bo sigurimi i vendit punës ku kanë edhe kanë mungu mjetet ose pajisjet e duhura për kryen aty në punëve. Por nuk muj me dalë me një konstatim tillë sepse jem duke e pritur mendimin e ekspertit të punës, të inxhinierëve edhe gjithë personave përgjegjës për kryen aty në punimeve dhe po presim që pas marrjes së ekspertizave edhe mendimeve të tyre atëherë të dalim me konstatime dhe të marrim veprimet më të tjeshme. Por është shumë herët me konstatu shkakun ose pasojën e cila ka ndodhur edhe si pasojë shkafit ka ardhur deri aty. Shikues të nderuar, në këtë emision kemi sjellë prova që na dëshmojnë që zonat ku po ndodhin ndërtimet në Prishtinë po shemben, ndërsa inspektorati i komunës nuk po arrin me i mbikëqyr. Shpresojmë që prokuroria e shtetit do i thret në përgjegjësi inspektorët që janë të caktuar për të mbikëqyrur këto ndërtime. Faktet janë të dhimbshme. Një person vdiq dhe kjo duhet të hetohet. Kemi ndjekur hulumtimin e kolegut Egzonda Sylla, shpresojmë që prokuroria do e hetoj deri në detaje këtë ngjarje. Tani do vazhdojmë me trajtimin e ngjarjeve të tjera të sigurisë përfshir incidentin në një kishë në Rahovec dhe arrestimet e disa pelegrinëve serb në Gjakov e Prizren.
Në 2 javët e fundit në Kosovë pati disa incidente të cilat ende nuk e kanë të qartë motivin e tyre. Në Rahovec, një person u fut në kishën ortodokse të qytetit dhe nga aty hoqi flamujt serb të cilët ishin vendosur. Personi maskuar ende nuk është identifikuar. Në pjesën tjetër të vendit, më konkretisht në Gjakove Prizren, qeveria e Kosovës pretendoi që ka arrestuar një grup të rrezikshëm, i cili është përkrahur nga Serbia dhe synonte të destabilizonte vendin. Por kur rasti u dorëzua në prokurori, motivet e proklamuara nga qeveria ranë një pjesë e madhe të shoqëruarve në polici u lanë të lirë, ndërsa vetëm 4 prej tyre po mbahen në arrest. Por çka ndodhi fillimisht në Rahovec? Me datë 2 prill, një person e fut në kishën e qytetit dhe nga aty hoqi flamurin e vendosur nga zyrtarët e kishës. Pamjet e siguruara nga kamerat e sigurisë tregojnë që personi u fut gjatë natës, ndërsa autoritetet ende nuk kanë arritur ta zbulojnë personin i cili kreu këtë vepër. Pra, me datë 2 prill, kleriku i objektit fetar ortodoks që gjindet në lagjen serbe të qytetit Rahovecit ka raportuar se një person i maskuar ka hyrë në oborin e objektit të kishës dhe i ka larguar 2 flamujt shtetit serb, që ishin të vendosur në këtë objekt fetar. Deri tash, cilat janë veprimet e policisë, ku kanë shku hetimet edhe është identifikuar ndonjë person për këtë rast? Njësitë e përkatëse policore në bashkëpunim me prokurorinë e shtetit janë duke zhvilluar hetimet intensive lidhur me identifikimin dhe zbulimit të rastit si dhe motivit të largimit të këtyre 2 flamujve. Cilat janë të me pra, ka pas kamera aty, a i keni marrë pamjet e kamerave dhe pra cilat janë ato veprimet e para që i keni ndërmarrë? Po, ne veç kem mbledhur disa prova, video incizime të marrë nga kamerat e sigurisë në zonën ku ka ndodhur rasti dhe jemi duke punuar intensivisht për identifikimin e personit. Për momentin nuk është identifikuar asnjë person apo arrestuar. Incidentet në pronat e bashkësive fetare, sidomos atyre ortodokse, në vazhdimsi ishin përdorur për të nxitur tensionin ndëretnike në Kosovë. Incidentet e tilla sipas aktivistëve të shoqërisë civile duhet të hetohen me urgjencë, ndërsa qytetarët duhet të distancohen nga këto veprime. Profesor, i kemi 2 raste cilat së fundme janë regjistruar 2 incidente, njëri është në komunën e Rahovecit, ku një person i maskuar hyn brenda një objekti fetar, e që i dëmton edhe flamujt e shtetit serb, ndërsa i kemi edhe një rast tjetër, të lëshënuar ditëve të fundit në Gjakov, ku 4 persona qytetarë serb, si pelegrin janë arrestuar në ndyshimin se kanë pas armë me vete. Po në anën tjetër, në vitet e fundit në Kosovë, në vazhdimsi kemi pas incidente cilat kanë pas bazë edhe pak në aspektin ndëretnik. Po edhe kemi pas një vargjohje të urrejtjes që përmes rrjeteve sociale që kanë bërë thirrje për mos me pas një lloj mirëkuptimi mes etnive që jetojnë në Kosovë, që e vlerësoni faktin e këtyre situatave në fakt. Realisht, gjuha cila po përdoret në komunikim publik në këto rastet kur kanë bajnë po i quajmë incidente, edhe pse nuk janë tipike incidente ndëretnike, është një reminiscencë, është rikthem i një diskursi të pas luftës, pas lufta e Kosovës vitit 1999 deri parafërsisht pas vitit 2005-2006, kemi pas një diskurs të ashpër ndëretnik Kosovë, i cili në atë kohë edhe mund të kuptohet me që njerëzit ishin sa po dalin nga lufta edhe ishin njerëz që kishin humbë familjarët e tyre, kishin humbë pasurinë e tyre, kishin humbë gjithçka, durimi ndëretnik ishte më i vogël. Që nga trazirat e Marsit e pastaj deri së voni nuk është se kemi pas një lloj të tillë të gjuhës, të paktën në mediat në gjuhën shqipe në Kosovë, sepse historia është tjetër në mediat në gjuhën serbe në Kosovë. Çka ka ndryshuar tash, profesor? Unë mendoj që ndryshimi tash është se kjo gjuhë po përdoret për qëllime politike nga ana e politikanëve, sepse polarizimi shoqëror po i konvenon kryesisht 2 kampeve politike. Listës sërbske, e cila po tenton t'i unifikoj sa më shumë serbët që t'i mbajë larg institucioneve të Kosovës edhe nën kontroll të vetët. Edhe pastaj një pjesë që na mund ta quajmë
pseudonacionaliste të politikës në Kosovë, e cila po synon që përmes kësaj përqore etnike të fitoj pojena politik. Apo më rrinë, unë po besoj që rezultatët zgjedhë po kallëzojnë që kjo teknika akoma po funksionon, edhe po ju ndihmon politikanëve me majtë fuqi politike mbi pakicën serbe në këtë rast. Mendoj që kjo është problemi kryesor. Në rastet të cilat ju i përmendet, tash kemi edhe organet shtetërore, që është Policia e Kosovës, Prokuroria dhe të tjerë të përfshim, pa dosh me gjyku rastin se si do të përfundoj. Është rëndësishme që institucionet tona të jenë shumë kredibile në këto situata, sepse mendoj që sidomos në rastet të tilla institucionet tona duhet me pas shumë më shumë argumente, shumë më shumë fakte kur marrin veprimet e tyre, sepse kjo ndihmon që e vërteta të zbardhët më shumë. Deri më tani autoritetet nuk kanë arritur me zbulu se kush ka qenë mbrapa këtij incidenti. Në vitet e fundit në Kosovë, ende në vazhdimsi është evidentuar rritja e incidenteve të cilat besohet se motivin e kanë tek ekstremizmi i djathtë. Rritja e mesazheve të urrëties në audiencën online dhe thirrjet në audiencën online për hakmarrje vlerësohet të jenë nxitje për sjellje të tilla ndaj objekteve të kultit. Kur shohim këtë diskursin publik i cili zhvillohet, sidomos pas rasteve, pas incidenteve të cilat shënohen, po i përfshi edhe këto dy të fundit, kujt i shërbejnë më pas këto lloj incidente dhe për çka përdoren kryesisht? Mundohem të sqaroj që politikanët po përfitojnë më shumë prej tyre, të gjitha kampeve politike ose shumicës kampeve politike, për faktin se në këtë mënyrë po e përçojnë shoqërinë, e duke përço është thonja vetër make që njihet si dividi di imperia, përçoje SND. Edhe ky polarizim po i shërben besoj më shumë të politikanëve, sepse po kanë kauza mbi të cilat më thënë po ngrisin politika dhe po kërkojnë vota. Po në anën tjetër e kemi profesor edhe faktin tjetër që veprimet të tilla me hy në çdo objekt fetar, pa e specifiku cili është ai, dhe me kry një akt vandal, konsiderohet një farë lloj ekstremizmi në vetë, dhe ajo ka celula të ekstremizmit, edhe kryesisht të hyn tek llojet e ekstremizmit të së djathtës. Në Kosovë, sa është i shpërfaqur ky lloj ekstremizmit edhe a mundet me u marrë prej grupeve të caktuar një incident i tillë me u përdor? Esencialisht nëse shohim, na këto nuk mujmë me quajt një fenomen në Kosovë, ka raste. Domethënë edhe këto dy rastet që ju përmend nuk janë të vetmet. Ne kemi pas rastet edhe para një muaji kur një qytetar para një objekti fetar ka djeg një libër fetar. Edhe ajo ka qenë një lloj tendence për të nxitur shumicën muslimane në rastin e Kosovës. Këta njerëz janë potencialisht shumë të afërt me bindjet e djathta që ju po i përmendni, ekstremit të djathtë, të cilat synojnë po ashtu përçarjen shoqërore po bazuar në një ideologji të caktuar. Në rastin e Kosovës nuk mendoj që këto kanë kaluar akoma në fenomen. Edhe mendoj që duhet me pas shumë më shumë vëmendje të organeve të sigurisë në raport me këta individ, të cilët na nuk i dim krejtësisht motivet, ose të paktën publikisht nuk janë bërë të njohura krejt motivet e këtyre veprimeve për cilat janë të diskutu, po që lënë një shihet geqe pa dyshim lënë. Çka duhet me pas kujdes qytetarë qofsh kur shohin raportime të tilla për situata të tilla, për incidente të tilla, sepse ne shohim vazhdimisht që ka komente të ndryshme, një gjuhë jo e mirë në rrjetet sociale kur shohin këto kësi lloj incidentesh. Formula tash jo për secilin rast mund me jap një shablon të sjelljes i cili do të mbante audiencës ose qytetarët të Kosovës mos sjell, po ka një formulë që ndihmon në këto. Formula është e barabartë me të njëjtën formulë që flitet për forma tjera të lirisë, dhe liria e shprehjes e ka kufirin aty ku fillon liria tjetrit, kur tjetri fillon me u ndi kërsnom, ose kur tjetri fillon me u ndi i pasigurt, ose jo mirë me sjelljen e tjetrit. Nga që kjo pikpamje, ndoshta do të ndihmonte kjo formulë që qytetarët e Kosovës me pas parasysh që liria e shprehjes po ekziston, pas një diskutim, po vjen bashkë me përgjegjësinë. Përgjegjësia nuk kupton që respekton edhe dinjitetin, lirinë e zgjedhjes së tjetrit, për pa marrë parasysh çfarë do zgjedhje që është ajo, qoftë në pikpamje të politikës, qoftë pikpamje të fesë, qoftë pikpamje të
besimjeve tjera ose vlerave tjera në cilat do ta besojnë. Në anën tjetër, audienca online u mbi popullua me mesazhe të urrëties pas njoftimeve se policia arrestoi 16 qytetarë serb me pretekstin se ata po planifikonin veprime agresore ndaj vendit. Në fakt, 12 nga të arrestuarit u lanë të lirë për shkak që prokuroria nuk gjeti fakte për të mbajtur në paraburgim. 4 të tjerë u paraburgosën vetëm me pretekstin se mbanin armë pa leje. Prokuroria këtu ka ngritur këtë akuzë për armë për vepër penale të armbajtjes pa leje, bëhet fjalë për ato që i ka trajtuar prokuroria armë dhe bëhet fjalë për një do pajisje që në mënyrë standarde përdoren për kampingje edhe për nevoja bujqësore. Qysh janë gjetë këto armë, avokat fillimisht? Ku janë gjetë këto armë? Policia në Gjakova ka ndalë automjetin e tyre, ka qenë me targat Kragujevsit, edhe kanë rënë radar. Edhe me atë rast, masi jenë identifiku, ata kanë kërku policia me kanë bastis automjetin, edhe kanë gjetë çantën me këto pajisjet që jenë trajtu si armë, ku ka qenë një thik, një sharë vogël disa centimetra, një sakica si kmese vogël, kështu që praktikisht këto pajisje sot më kanë sjell këta palët një prospekt që ofrohet për në treg çdo pajisje, cilat janë përdoren në mënyrë standarde për çështjet të kopshtit, po thotë këto pajisje për kopsht edhe pajisje për kamping. A ka pas pozita në Serbi, sepse është fol edhe për një ndërlidhje mes pozitave zyrtare që kanë mujtë mi pas në institucionet në Serbi? A është fol për këtë çështje në gjykat? Ata kanë deklaruar, kanë pranuar se ata kanë mujtë edhe mos mi deklaruar këtë. Njëri prej tyre ka qenë inspektor i policisë në Kragujevas. Tjetri është një dentist që punon në Akademinë Shëndetësore, që thonë VMA, e njoftën në Spital Ushtarak në Beograd. Kështu që është person civil në punë të autoritetit ushtarake. Po kjo vetë kjo është një indikacion, mund të më vlerësu, po pa u argumentua indikacioni nuk është i mjaftueshëm që të ndiqet dikush penalisht. A mundet me pas elementet të cilat ose të paktën kanë arritur deri tash qoftë policia apo edhe prokuroria me tregu që në këtë rast potencialisht ka indikacione të elementeve, po flas elementeve motivit ekstremist të tyre? Çka absolutisht s'kan ofruar asnjë dëshmi. Asnjë dëshmi në atë drejtim. Që tash për shembull me dyshue, me jap opinione që ky ndoshta këta janë të lidhur me autoritetet informative të Serbisë apo tjera, mundet me pas opinione çdo kush, po opinionet nuk. Prokuroria ka arritur me thonë që ka prova për këtë çështje. As policia, as prokuroria. Asnjëra. Asnjë rast, asnjë indikacion se kanë, as s'kan cek, asnjë ngjerm nuk është cek në drejtim. Gjykata ku e ka bazu vendimin për me i dërguar në mas në paraburgim në fakt. Të dyshorit? Po këta sipas arsytimit janë gjetë të armë, që është këto pajisje, që në pajisje në fakt, që gjykata i ka trajtu armë, i ka trajtu se këto kanë mujtë më përdorë dhe kërë në shku në për të trajtu se, me qenë se definicioni ligjit është trajtohet si e dënueshme nëse janë të bime publike. Këta mi kanë marrë që në konë 2-3 kisha këta personat, edhe se shkaku kryesor i caktimit paraburgimit ka qenë që ky fakt qëndron, se janë paqasshëm, 3 prej tyre jetojnë në Serbi. Po sido që tjetë, ligji kërkon që kumulativisht plotësohen kushtet. Një dyshim i bazuar, që pra llogaritime nuk ekziston, edhe pajisja nëse trajtohet se armë, kushtimisht nëse trajtohet se armë. Këtu mendoj se asnjëna as tjetër kusht nuk u plotësu. Na do të paraqesim ankesë, kam shpresë që gjykata shkallës dytë, eventualisht na do të paraqesim nëse edhe shkalla dytë e vërteton eventualisht.
Informacionet që disa serb janë arrestuar ngjallin një fushat të gjerë në përdorimin e gjuhës së urrejtjes në internet. Mira komente me thirrje të urrejtjes dhe mesazhe për dhunë u identifikuan se u shkruan në rrjetet sociale nga mbështetës të ideologjive radikale. Sa ndikojnë që këto incidente me kanë shkas për një gjuhë nxitse urrejtëse në rrjetet sociale? Aktualisht nëse shiqojmë prapë reform raportit fundit të Institutit Prevent për ndryshimin e nuancave të terrorizmit në Kosovë, vërejmë që në Kosovë ekziston relativisht një harmoni ndërfetare të tipit që nuk ka raste të cilat mund të cilësohen si raste të motivuara fetarisht apo raste ekstreme të motivuara fetarisht. Këto rasten që përmenden Arovec të hyrëse një personi në objektin fetar, këtë rast xhami dhe vandalizimin e vendit, paktën si vepër penale mund të cilësohet ashtu, është rast izolum, po nuk duhet të shihet si i tillë, është një sinjal për alarm gjithmonë për vigjilencë të shtuar për këto raste. Çka duhet të theksohet këtu është fakti që duhet shiqur në dy paralele. Individi i cili e kryen këtë rast patjetër që i bën dëm vetet në kuptimin që Kodi Penal i Republikës Kosovës pasha deri në 5 vite burgim si dhe gjoba përcjellse varësisht prej shkallës së kryerjes së veprës penale. Duhet kuptuar që në paralelin e parë individi i bën dëm vetet, edhe në paralelin e dytë në raste të tilla individi nuk përfaqëson vetëm emrin e përvetshëm, por ushqen një narrativ dhe retorik të grupeve ekstremiste të cilat me padurim fërkojnë durt për me e marrë këtë rast edhe me e trajtu si rast fenomeni. E kush mendoni, zotër Batusha, që i bën këto thirrje për nxitje? Kush i organizon apo çysh manifestohet kjo? Po për momentin nuk kemi të shpërfaqura hapur ta themi grupet të cilat bëjnë thirrje për çfarë do nxitje të urrejtjes, të akteve të urrejtjes, po që gjithsesi nuk duhet anashkalu faktin që ka individ caktuar të cilët janë në pozita të leadershipit, qoftë ati shpirtëror fetar, po qoftë edhe me baza të tjera, të cilët munden me gjuhën, me aktin e ligjërimit apo me gjuhën e vetë të ligjërimit të përditshëm, në një mënyrë tjetër me nxit këso lloj aktesh. Po çka është më e rëndësishme është që këto lloj akte të tilla shpeshherë furnizojnë ato që e themi neve shpesh në gjuhën akademike si radikalizmin reciprok. Domethënë akte të tilla shpeshherë e ushqejnë një radikalizëm tjetër që mandej po na përkthehet me ekstremizëm. Prandaj duhet kemi kujdes kur vim të këto raste. Shikues të nderuar, lajmet për arrestimet nuk duhet me ju motivu për me nxit urrejtje dhe me bë thirrje për dhunë. Keni kujdes kur shkruani mesazhe që nxisin dhunë dhe urrejtje. Vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës Mirëmbëjtje.